herët numri zarfe me fletvotime nga votime me kusht i mundësuar në 54 vendvotime në 38 komuna është 2119, deri të mërkurën në orën 16 nga pjesa e pakove me fletvotime që janë pranuar, procesit të vlerësimit janë nënshtruar më shumë se 18.000, prej të cilave janë aprovuar më shumë se 15.600, ndërka që janë refuzuar rreth 2.400. Sipas informacioneve nga qendrat komunale të numërimit, deri në orën 16 të ditës së sotme e mërkur, janë verifikuar rezultatet për 1.133 vendvotime nga zgjedhjet për kryetarët e komunave dhe rezultatet për subjektet politike nga zgjedhjet për kuvendet komunale nga 1.084 vendvotime. Nga pokash vendvotime 1.084 janë numëruar votat e kandidatëve nga zgjedhjet për kuvende komunale që i takojnë komunave të ndryshme. Deri më tani, aktivitetet në qendrën komunale të numërimit janë përmbyllur në 9 komuna, siç janë Hani e Lezit, Juniku, Mamusha, Zveçani, Mitrovica Veriut, Zubin Potoku, Deçani, Shtimja dhe komuna e Klinës. Kësaj liste pritet të shtohen në disa komuna të tjera deri në përfundim të ditës së sotme. Komunat në të cilat ka përfunduar procesi kanë dorëzuar materialin zgjedhor në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Skanimi i listës së votuesve që është përdorur në vendvotime është i domosdoshëm para se të fillohet me numërimin e votave nga vendvotimet me kusht, sepse i ndihmon KSZ-s të sigurohet se askush nuk ka votuar 2 herë, pra në vendvotimin e rregullt dhe në vendvotimin me kusht. Siç kemi treguar më herët, numri zarfe me fletvotime nga votimi me kusht i mundësuar në 54 vendvotime në 38 komuna është 2119, ndërkaq në programin e votimit përmes ekipeve mobile, numri i votuesve të regjistruar me nevoja të veçanta ishte 3467. Tërheqja pakove me fletvotime është bërë nga kutitë postare të KSZ-s në 22 shtete të ndryshme, si dhe nga kutia postare e KSZ-s në Kosovë. Nga 23 kuti postare janë tërhequr 33.841 pako të supozuara me fletvotime, një pjesë prej të cilave janë sjellur në Kosovë. Aktualisht, KSZ-ja ka filluar me vlerësimin e pakove me fletvotime nga votimi jashtë Kosovës, respektivisht nga votimi përmes postës, të cilat pra janë sjellur deri më tani në vendin tonë. Deri të mërkurën në orën 16 nga pjesa e pakove me fletvotime që janë pranuar, procesit të vlerësimit janë nënshtruar më shumë se 18.000, prej të cilave janë aprovuar më shumë se 15.600, ndërka që janë refuzuar rreth 2.400. Arsyeja më shprehur se pse janë refuzuar këto pako në 2358 raste është sepse mungon dëftesa e regjistrimit, një dokument me të dhëna unike që votuesi i regjistruar e pranon nga KSZ-ja.